Plane për të ardhmen, apo qoftë tash për një kohë të shkurt, kemi diçka më konkrete, apo mendojmë të realizojmë diçka? Plane ka shumë për të ardhmen, si për shembull me përformu në për mas shumë të përmendimin tem, do të ishte me përformu në për kafiqet e Qershis, ku aty është popullata më e madhe, si Maqedon, si Shqiptar, si çfarëdo lloj njerëz që janë prej vendeve të ndryshme që vinë, është mirë me ardhur edhe me dëgju muzika të ndryshme, që edhe nëse nuk i dinë, do i mësojnë. Edhe pse jo, edhe të rritemi edhe ne prej asaj mundësie nëse na vjen, po ma e afërmja që e kemi tash është me 24 dhjetor që do të marrim pjesë në festivalin e Dimrit që organizohet në Shesh, në Qendër. Aty do të ketë besoj audiencë akoma dhe më të madhe, apo jo? Si ndjehemi tani për këtë performancë? S'kemi mri hala deri ajo pjesë, këtë do duhet të diskutojmë 2-3 ditë para ati festivali, se akoma jemi e ne mundemi, ne e bëjmë. Ama besoj që kur vjen puna të dalim s'kene dhe të shofim gjithë atë audiencë të madhe, besoj në këtë rast që edhe unë do të kem stres pak, se kushdo që do të kalon do të qëndron aty dhe besoj që do të jetë një audiencë shumë e madhe.